kanë dhënë dorëheqje individualisht u pranua, kjo e krijoi mundësinë që të votohet edhe për raportin e komisionit, gjë që pastaj krijoi mundësinë edhe të dhënies së betimit të deputetëve. Me çrast dëshiroj të uroj të gjithë deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës për marrjen e mandatit dhe për funksionalizimin e këtij mandati, sepse nga ky moment tashmë secili deputet e ka funksionin e plot të deputetit. Pjesa tjetër pastaj po e shihni atë që kemi thënë prej fillimit, këtë blokada që ka ndodhur 4 ditë e fundit nga ana e lëvizjeve vendosje është për faktin që sapo e pat që këta s'kan numra, sepse ishim 52 që në kam bërë 57, nuk besoj që do të bëhen 61. Unë besoj që ju e merrni proces verbalin, unë ju thash është evidentimin proces verbal, që ajo është në rëndësi, sepse nga ky moment, nga momenti që është përfshi deklarimi që dorëheqjet janë individuale dhe u përmenda, është referu edhe atë gjykimi i gjykatës kushtetuese në rastin e tashmë të ndjerit të mikut tonë ish kryetarit Rahovecit, zotit Qazim Qeska, besoj që situata legale është shumë e qartë. Po. Për të këja ka vot për qeverinë dhe hequr nga Bedre Hamza. Jo, në menoj që kushtetuta ka bëtë qartë, i takon grupit parlamentar të parë që ta propozoj, ata e propozuan dikon, besoj me vedije e boni propozim që s'ka lënë, sepse dihej, e keni ditë edhe ju, e keni ditë edhe ne, e kemi thonë gjithë që nuk e kanë shumicën parlamentare, ta shujmë, nashta kanë mundësi me bo, pse ju e kanë drejtën me provu. Mos bëne ai gore në zgjedhjet ja ku propozu edhe datën kur dojmë shkojmë në zgjedhje. Problemi është që neve s'na kanë votu për me shku në zgjedhje. Neve na kanë votu me i përfaqësu këtu. Dhe vota ka qenë e qartë. Shumica e qytetarëve të Kosovës kanë votuar për opsionin e opozitës. Normalisht që opozita e kryetarit të vendit i takon të parit dhe këto s'ua mohojnë. Nëse arrin me gjetë një kandidat që i merr 60 vota, unë besoj që edhe zgjidhet, sepse edhe në kaluarën ka pas situata që janë zgjedhur. Po realisht këto pazaret që po i dim se cili prej nesh nga ana e partisë të parë, me deputet të ndryshëm grupeve, kryesisht minoriteteve, nuk po rezultojnë si duket suksesshme, ku e di. Po. Jo, nuk ka asnjë kandidat nuk ka në lëvizjen vendosje që merr votën prej PDK-s. Letë kostohet ku vendi, hap mas hapi, ne për këtë arsye kemi ardhur, ju këmë thonë prej 15, kemi ardhur me kostohu ku vendi, me gjithë kryetarin, ose kryetarin, me nën kryetar, edhe pastaj me kalun hapa tjerë kushtetues në fatet kushtetuese. Kjo është kërkesa jonë, dëshira jonë dhe angazhimi ynë. Unë i ftoj këta me ardhë edhe një herë, se kjo, që me unë propozim heci, leta binë, leti provojnë edhe këtu kandidatet e tjera, duke që këtu të lashet që i kanë ashtë edhe i zhidhin, po, su nja zhidhim ne. Po. Mëre duhet të votohet, po jo për neve. A duhet të votohet nga këta që e kanë përgjithësinë, jo për neve. Përshëndetje për gjithë.